Ndër të tjera në lajme do të ndiqni aksi Librazh-Prenjas bllokuar pak ditë më parë, nga nesër në mesditë do të jetë gati për qarkullim për të gjitha llojet automjeteve. Ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe, deklaroi në një intervistë për Skan Televizion se është në kontakt vazhdueshëm me shtetasit shqiptar që ndodhen aty. Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata në lindjen e mesme zgjatet, efektet do të ndihen edhe në Shqipëri, kryesisht në sektorët e transportit dhe shërbimeve. Kryeministri ka paraqitur presidentit të Republikës propozimet për ndryshime në qeveri. Kreu i shtetit ka 7 ditë afat për dekretimin e ministrave. Për këto dhe të tjera në ndiqni me lajmet qendrore. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli ka bërë me dije se aksi rrugor Librazh-Pogradec do të hapet të martën në mesditë dhe do të jetë i kalueshëm për të gjitha automjetet. Aksi Librazh-Pogradec do të jetë në funksion të plotë të automjeteve duke filluar nga mesdita e së martës. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli ka bërë me dije se pas ndërhyrjes intensive nga ekipet në terren dhe punës së pandërprerë me mjete dhe punëtor të shtuar, të martën në orën 12 do të jetë e mundur hapja për qarkullim e segmentit rrugor në zonën e quajtur Arrat e Gurrës. Rruga do të hapet duke filluar nga dita e nesërme në orën 12. Gjatë kësaj periudhe, ne me masat që morën në këshillin teknik, pa me devijimin e rrjedhës lumit që mos godiste më poshtë hekurrutës dhe me lehtësimin e trupit të rrëshqitur, na shërbeu shumë për të bërë punën gjithë parapërgatitore që u bë gjatë këtyre ditëve për të mundësuar hapjen e trafikut. E theksoj që ishte domosdoshme pasi punimet që do të nevojiten për rrugën alternative mbi trupin, mbi lumin Shkombin dhe në krah të hekurrutës do të kërkojnë të paktën 60 ditë nga vlerësimet tona, sepse bëhet fjalë për 80.000 metër kub mbushje, 18.000 metër kub mbrojtje lumore dhe 2.800 ton shtresë asfaltike ose një sipërfaqe për 10.000 metër katror. Ndërkohë që ky aks do të ketë një gjatësi 1.3 km dhe një lartësi që do të variojë nga 5 metër deri në mbi 10 metër. Segmenti që hapet do të jetë i aksesueshëm nga të gjitha automjetet. Segmenti i ri do të jetë i hapur për të gjitha mjetet. Ne kemi 4 ditë që e mbajmë në testim në presion të vazhdueshëm me të gjitha mjetet e rënda, ku gjatë mbrëmjes djeshme janë vendosur dhe si autokolon, kjo për të bërë ngarkesën maksimale gjatë këtij aksi dhe nuk ka shfaqur asnjë lloj cedimi. Kjo është edhe fryt i gjithë masave tona të marra gjatë këtyre ditëve, ku po e ritheksoj sërish, është devijimi i rrjedhës së lumit që na ka shmangur pra goditje nga poshtë. Ndërsa sa i takon rrugës paralele, Kozeli theksoi se punimet do të nisin shumë shpejt. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli ka bërë me dije sot se aksi rrugor Librazh-Pogradec do të hapet ditën e martë në mesditë, pra ditën e nesërme, dhe do të jetë i aksesueshëm për të gjitha automjetet. Për të mësuar më shumë detaj lidhur me këtë zhvillim, kam në lidhje të drejtë për drejtë drejtorin Ami Kozeli i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Përshëndetje zoti Kozeli. Sipas deklaratës tuaj të vetëm pak orëve më parë, ditën e nesërme hapet aksi Librazh-Pogradec i mbyllur prej një jave e më tepër. Si do të jetë ky aks, ku kalon gjurma e tij dhe a do të jetë ai aksesueshëm për të gjitha automjetet, siç ju keni deklaruar? Qarkullimi do të jetë i hapur për të gjitha mjetet, sikurse ishte vijuar dhe më parë. Gjurma është një vijë ndërmjet me midis gjurmës ekzistuese dhe gjurmës së korridorit 8. Po çfarë gjatësie përfshin? Cila është gjatësia e këtij aksi dhe gjurma pra ku ai kalon? Praktikisht jemi në mbi njollën e vjetër. Thjesht e para nga pamja satelitore, ajo është diku në mes në fakt midis asaj të ekzistuese dhe asaj të korridorit 8. Po flasim gjithmonë për atë që do jetë aksesueshme nesër. Ndërkohë që gjurma e re për cilën ne kemi njoftuar që është marrë dhe vendimi i Këshillit Teknik, pra ajo që do kalojë mbi lumin Shkombin dhe në krah të hekurrudhës shqiptare, ajo do të vijojë në vijim. Ajo ka një gjatësi 1.3 km, në një lartësi që varion nga 5 metër deri në mbi 10 metër, ku volumet e punës për të do të jenë mbushje, parashikohet mbushje 80.000 metër kub, ndërkohë mbrojtje lumore 18.000 metër kub dhe shtresa asfaltike 2.8 ton ose 10.000 metër katror. Këto janë elementet sa ka të bëjmë me gjurmën e re që do të ndërtohet mbi lumin Shkumbin dhe në krah të hekurrudhës shqiptare. Ndërkohë që
Një ndër masat e para që ne morëm kur morëm vendimin e Këshillit Teknik, që ishte ajo e devijimit të rrjedhës së lumit që mos godiste më me rrugën shqiptare, ishte në funksion të kësaj alternative që ne e kishim në mendjen tonë fillimisht, por që nuk donin të artikulonin për shkak se deri në momentin që të kishim bindjen që ky segment, ky alternativë që ne po propozojmë dhe që të hapim nesër për trafik, të ishte e sigurt. Për 4 ditësh tashmë, në oraret pa ndërprera, aty janë mbi 30 mjete të rënda, pra që e kanë vënë në sprov këtë aks alternativ që ne do të hapim nesër, dhe ne jemi të bindur që bashkë me masa tjera, ku këtu po përmend disiplinimin e ujrave nën-toksore dhe ato sipërfaqësore, ne nuk parashikojmë të kemi më probleme që do të vinë edhe nga lagështia. Sa e parashikoni kohëzgjatin për kalimin në këtë aks provizor? Sa e parashikoni ju? Deri kur do të kemi rrugën tjetër gati? Kohën e nevojshme, tani me ato volume që unë ju përmenda, sa i takon në akset alternativ në mbi lum, ai do dojë, sipas parashikimeve tona, të paktën 60 ditë. Dhe kjo ishte dhe arsyeja që ne u fokusuam për të gjetur një zgjidhje patjetër emergjente, sepse nuk donim ta mbanim një barkë kaq të madhe që të mbanim të bllokuar, jo të bllokuar, se fjala bllokim nuk është e saktë në fakt për të përdorur këtë periudhë, po ta vështirësonim qarkullimin për juglindje, sikurse bëm me ndërprerjen e trafikut gjatë këtyre 10 ditëve. Por ky aks i ri alternativ kërkon të paktën 60 ditë në parashikimet tona. Por ne prandaj dham të volumet në mënyrë që le të themi edhe debatet ose diskutimet që të bëhen në studio, ta përmendin një gjë të tillë ose ta diskutojnë në studio se sa do jenë. Por në parashikimet tona është të paktën 60 ditë për rrugën alternative mbi lum në krahun e rrugës. Lajmi i mirë është për të gjithë qytetarët që ditën e nesërme do të ketë mundësi kalimi, pra për të gjithë automjetet. Dhe pas 60 ditësh do kemi dhe rrugën e re, sipas parashikimeve që ju bëni. Diçka që ju doni t'ja kujtoni të gjithë kalimtarëve me automjete për këtë rrugë, diçka që ju doni t'ja theksoni për të gjithë ata që do duan të kalojnë në këtë rrugë. Kjo rrugë është njësoj si rruga që ata kanë përdorur më përpara, si e shpërfaqë mirë kuptimin që është një rrugë kantieri, pra u krijua në kushte në rrethana të jashtëzakonshme, pra sepse ajo që ndodhi ishte natyrore, nuk ishte diçka normale. Kështu që në këtë segment, i cili është 200-250 metra nëse unë s'gaboj, kushtet do jenë në kalim kantieri, ne do e mbajmë rreth 10 ditë në këtë gjendje që është, pra të ngjeshur me çak, ndërkohë që pas 10 ditësh ku ajo do të gjejë një ekuilibër normal, parashikojmë që të investohet edhe me një shtresë asfaltike për ta bërë qarkullimin normal në këtë zonë. Por që në këto ditë të para, ku si po ritheksoj që ishte në kushte emergjente që ne vepruam ditë-natë për të hapur sa më parë dhe besoj që arritëm qëllimin tonë, sepse më shpejt nuk mund të bëjmë më përpara se sa që bë, sepse angazhimi ka qenë i plot në mjete dhe në njerëz, por aq hapësira lejon te kantieri. Pra nuk është se po të kishim më shumë mjete dhe bënin dot më shpejt. Kjo nuk bëhej dot më shpejt se që bë. Kështu që mirë kuptimin që kur të kalojnë në atë aks, le të themi të jenë të përgatitur që është në një farë mënyrë një si rrugë kantieri. Zoti Kozeli, unë ju falenderoj shumë që gjetët hapësirën për televizionin Skan dhe të gjitha këto sqarime që dhatë për të gjithë qytetarët. Ju faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit juve. Ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe, deklaroi në një intervistë për Skan Televizion se është në kontakt të vazhdueshëm me shtetasit shqiptar që ndodhen aty dhe me autoritetet vendase. Kumbe tha gjithashtu se njerëzit janë urdhëruar të qëndrojnë në shtëpi, ndërsa aktive janë vetëm shërbimet e emergjencës. Është ky lajmi që vjen nga fronti i luftës gjatë ditës së sotme. Kërkoj ndjes, më duhet të ndërpres intervistën. Ishin këto momentet në Skan Live ku ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe, ju desh të ndërpriste intervistën pas sirenave të alarmit për të vijuar bisedën pas disa minutave. Kumbe ka thënë se sulmet vijojnë dhe kundërpërgjigja e Teheranit. Hapësira ajrore është e bllokuar, ndërkohë që vijon kodi kuq, ku është paralizuar gjithçka
përveç shërbimeve esenciale. Të gjithë qytetarët tanë janë pranë vendstrehimeve, janë të sigurt. Hapësira ajrore është padyshim e mbyllur për aq kohë sa vijojnë operacionet ushtarake, dhe sigurisht në hapësira ajrore vlen theksohet që mbyllet nga autoritetet e sigurisë pikërisht për të evituar çdo lloj rastësie dhe incidenti që mund të ndodhë me fluturimet civile. Sa i takon kufive toksore, ato janë të hapur. Ushtria izraelite udhëzon mos lëvizjen e qytetarëve. Aktualisht vazhdojnë të jemi në situatë emergjence me kodin e kuq. Por ndërsa presidenti Trump ka thënë se operacioni mund të zgjasë rreth 4 javë, ende nuk dihet nëse do të gjendet një zgjidhje diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Duhet të presim pak më shumë dhe të shohim zhvillimet ditët në vijim. Ne, sipas radhës, kemi udhëzuar qytetarët tanë që mos të ndërmarrin për momentin asnjë lëvizje në kundërshti me autoritetet izraelite. Kjo për të siguruar sigurinë e tyre. Është prioritet të jenë të sigurt në këto momente dhe pastaj brenda parametrave të sigurisë patjetër të mundsojmë dhe kthimin e tyre drejt Shqipërisë. Si pasojë e këtyre zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme, siguria e qytetarëve shqiptar është fokusi kryesor i selive diplomatike në vendet që preken nga konflikti. Për këtë arsye, janë vendosur në dispozicion numrat e telefonit të këtyre selive në Izrael, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Katar, Kuvajt, Turqi, Egjipt dhe Kipër, për të dhënë asistencën e tyre ndaj çdo problematike që kërkon zgjidhje. Të gjithë shtetasve shqiptar ju është bërë thirrje nga Ministria e Jashtme të qëndrojnë në vende të sigurta dhe të drejtojnë kontakteve të ambasadave shqiptare në rajon për të marrë udhëzimet e mëtejshme. Tensionet e fundit në lindjen e mesme dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë shkaktuar lëkundje të forta dhe në tregjet globale. Ekspertët ekonomistë paralajmërojnë se nëse situata zgjatet, efektet do të ndihen edhe në Shqipëri, kryesisht në sektorët e transportit dhe shërbimeve. Tensionet e fundit në lindjen e mesme si dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit po shkaktojnë shqetësime dhe në tregjet globale, si pasojë e tyre është shkaktuar një rritje menjëhershme e çmimeve të naftës, duke nxitur kështu një inflacion të tipit cost push. Ajo çfarë është më e mpret është efekti zinxhir që do të jap qoftë në ekonominë e tremujorit të parë, por dhe vazhdimsinë e tremujorit të dytë në aspektin e rritjes së inflacionit përgjithshëm, i cili ndikohet më së pari nga sektor si transporti, edhe sektorët që kanë lidhje me të shërbime tregtie, duke ndikuar qoftë baza e shërbimeve tregtie të biznesit e tyre, por qoftë edhe të prodhimi. Shqipëria si një ekonomi e varur nga importet e lëndëve djegëse, për ekspertët e ekonomisë parashikohet se do të ndihen efektet indirekte për një shtim të inflacionit në muajt e ardhshëm. Pari do të sjellë një çmime të naftës dhe të energjisë, sepse një pjesë e energjisë prodhohet nga nafta. Dhe nëse edhe vendi jon do ketë nevojë për import të energjie, do ta marrim edhe më shtrenjtë. Elementi i dytë, natyrisht tham nafta edhe në vetvete, nëse kjo ngushticë ngelet të bllokuar për 2-3 ditë nuk do të ketë probleme reale. Por nëse ky bllokim do vazhdojë mbi 2 javë, atëherë do të fillojmë të kemi problematika konkrete dhe rritje të çmimit. Sipas të dhënave të fundit, çmimi i naftës Brent ka arritur në $78 deri në $80 për fuçi sot, duke shënuar një rritje prej 7 deri 9% brenda ditës. Ekspertët parashikojnë se nëse konflikti zgjatet dhe çon më tej në mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për 20% të furnizimit global me naftë, çmimet mund të kapërcejnë $100. Një material më të zgjeruar lidhur me këtë temë do ta ndiqni në rubrikën në brendësitë e lajmit në fund të këtij edicioni. Konflikti në lindjen e mesme po jep sinjale të forta dhe në ekonomi. Mallrat që dominojnë shkëmbimet e Shqipërisë me vendet e lindjes së mesme janë nga makineritë tek lëndët djegëse dhe mineralet. Konflikti në lindjen e mesme nisi të shtunën me një sulm të iniciuar nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit për t'u përshkallëzuar më pas me kundërpërgjigje dhe zgjerim të përplasjeve drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. Mëngjesin e sotëm u raportua se situata ka prekur edhe Libanin, duke rritur tensionet në rajon. Përveç dëmeve në jetë njerëzore dhe infrastrukturë, kriza po jep sinjale të forta edhe në ekonomi, sidomos pas njoftimit për mbylljen e ngushticës së Hormuzit, një pikë strategjike për tregtinë globale të energjisë. Por si mund të ndikojë kjo situatë në Shqipëri? Të dhënat tregtare të vitit 2025 tregojnë se vendi ynë ka shkëmbim të konsiderueshme me shtetet e përfshira në konflikt. Me Emiratet e Bashkuara Arabe, importet shqiptare dominohen nga alumini dhe artikujt prej tij,
me rreth 411 milion lek. Ndërkohë, eksportet drejt këtij tregu udhëhiqen nga perlat natyrale, gurët e çmuar dhe bizhuterit me 361.1 milion lek, të ndjekura nga produktet ushqimore dhe lëndët djegëse minerale. Sa i përket Izraelit, volumi i shkëmbimeve është më i lartë dhe i përqendruar në sektorin energjetik dhe teknologjik. Shqipëria importon kryesisht makineri dhe pajisje elektrike me rreth 1.62 miliard lek, si edhe lëndë djegëse minerale dhe produkte plastike. Nga ana tjetër, eksportet shqiptare drejt Izraelit dominohen nga lëndët djegëse minerale, përgatitjet ushqimore prej dritrave, peshku dhe produkte detare, si dhe artikujt prej gize dhe çeliku. Edhe me Libanin ndonse në volume të vogël shkëmbimet janë të strukturuara. Shqipëria importon pije alkolike, preparate kimike, kozmetik dhe makineri, ndërsa eksporton kryesisht artikuj prej gize dhe çeliku, duhan të përpunuar, lëndë djegëse minerale dhe mobilje. Ndërkohë, tregtia me Katarin është e përshëndruar fort e plastika, goma dhe artikujt prej tyre, me importe që arrin në 525.8 milion lek. Eksportet shqiptare drejt këtij tregu përfshin kryesisht produkte të industrisë kimike, ushqime të përgatitura, mjete transporti dhe instrumente optike. Nëse tensionet vazhdojnë dhe rrugët tregtare mbeten të kufizuara, ndikimi mund të reflektohet në çmime, furnizime dhe kosto transporti edhe në tregun shqiptar, veçanërisht në sektorët e energjisë, industrisë përpunuese dhe materialeve bazë. Tensionet e fundit në lindjen e mesme po ndikojnë edhe në planet e pushimeve të shqiptarëve. Kështu rezervimet në Dubai, një nga destinacionet më të preferuar dhe pikë kyçe tranziti për Azinë, janë lënë pezull për shkak të situatës së paqartë. Jo vetëm në tregjet ndërkombëtare, tensionet e fundit në lindjen e mesme po reflektohen edhe në sektorin e turizmit. Destinacione si Dubai, të preferuara nga shqiptarët si për pushime, ashtu edhe si pikë tranziti drejt Azisë, po përballen me pasiguri në rezervime. Ne Dubai e përdorim jo vetëm për turistët që shkojnë për në Dubai, por edhe si zonë tranziti për të shkuar drejt Balit, Singaporit, Tajlandës e vendeve të tjera, sepse është një aeroport shumë i rëndësishëm, bën një lidhje shumë të mirë. Duke qenë situata e tillë, ne i kemi lënë në gati pezull, pending, biles kisha kam rezervime për në mars, kemi këto datat e pushimeve 14, 21 që i kemi dhe pushime zyrtare, janë lënë thjesht pezull, sepse situata updatohet çdo 24 orë. Agjencitë turistike raportojnë shtim të interesit dhe pyetje nga qytetarët, ndërsa një pjesë e udhëtimeve janë lënë pezull deri në qartësimin e situatës. Janë shtuar sepse turizmi kërkon siguri. Domethënë ne jemi drejtuar drejt Dubait si vendi më i sigurt në botë edhe për këtë arsye të gjithë pyesin se është një ndjesi kur ka luftë diku, lufta mund të jetë kudo. Domethënë nuk mund të themi okay, është larg nesh dhe nuk ka problem. Jemi të ndjeshëm, turizmi është një fushë shumë e ndjeshme dhe qytetarët që udhtojnë duan sigurinë të parën. Mendoj që do të jetë për nga marsi ndoshta do të reduktoj disi fluturimet edhe planet për në Dubai, por jo më shumë se aq. Ndërsa situata në rajon mbetet e paqëndrueshme dhe zhvillimet ndryshojnë nga dita në ditë, qytetarët po tregohen më të kujdesshëm në planifikimin e pushimeve. Sipas operatorëve turistik, siguria vijon të jetë prioritet kryesor, ndërsa rezervimet pritet të përshtaten në varësitë e turistë ngjarjeve në lindjen e mesme. Të dhënat zyrtare të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza tregojnë se flukset e udhëtarëve mes Shqipërisë dhe vendeve të Gjirit Persik kanë qenë të konsiderueshme gjatë vitit 2025. Vetëm drejt Dubait dhe Abu Dhabit, një vit më parë, kanë udhëtuar në total gati 91.000 pasagjerë. Ndërsa mbyllja e hapësirës ajrore në lindjen e mesme ka shkaktuar kaos global në transportin ajror, të dhënat zyrtare të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza tregojnë se flukset e udhëtarëve mes Shqipërisë dhe Gjirit Persik kanë qenë të konsiderueshme gjatë vitit 2025. Vetëm drejt Dubait kanë udhëtuar 52.123 pasagjerë, ndërsa drejt Abu Dhabit 38.745 pasagjerë, me një total prej gati 91.000 pasagjerësh. Ndërkohë, edhe në janar 2026, të dhënat zyrtare tregojnë se drejt Dubait udhëtuan 5.001 pasagjerë, një rritje prej 52% krahasuar me janarin 2025. Këto shifra konfirmojnë se mbyllja e papritur e hapësirës ajrore në lindjen e mesme prek drejt për drejt edhe vendin tonë, duke ndikuar tek një prej destinacioneve për udhëtarës shqiptar. Megjithatë, pavarësisht ndërprerjeve masive të shkaktuara pas sulmeve amerikane e izraelite ndaj Iranit dhe reagimit të Teheranit, aktualisht fluturimet nga Tirana për destinacionet e tjera ndërkombëtare po operojnë normalisht. Deri tani nuk raportohen vonesa apo anulime të lidhura me situatën në lindjen e mesme.
Ndërkohë, mbyllja e hapësirës ajrore po shkakton ndërprerjen më të madhe globale të transportit ajror, me avion, ekipazhe dhe pasagjerë të bllokuar nëpër botë. Qindra fluturime u anuluan brenda 24 orësh, duke goditur nyjet qendrore të trafikut ndërkontinental si Dubai dhe Doha. Trafiku mbetet i paralizuar në disa vende kyçe të lindjes së mesme dhe nuk dihet ende se kur do të rikthehet normaliteti. Lidhjet ajrore mes Europës dhe Azisë kanë arritur nivelin më të lartë të rrezikut të bllokimit. Linjat ajrore janë të alarmuara dhe tani po shqyrtojnë ndalimin e fluturimeve perëndim-lindje, nëse dhe korridori i fundit i disponueshëm ai mbi Afganistan dhe Pakistan do të mbyllet. Lidhjet ajrore mes Europës dhe Azisë kanë arritur nivelin më të lartë të rrezikut të bllokimit. Linjat ajrore janë të alarmuara dhe tani po shqyrtojnë ndalimin e fluturimeve perëndim-lindje, nëse korridori i fundit i disponueshëm, ai mbi Afganistan dhe Pakistan do të mbyllet. Autostrada e parë e qiellit, ajo jugore, kalon nëpër Egjipt, Arabinë Saudite, vendet e Gjirit dhe më pas të çon në Oqeanin Indian, por të paktën deri më 2 mars Agjencia Europiane e Sigurisë së Aviacionit këshilloi që të mos përdori për shkak të rrezikut që përplasja ushtarake midis Shteteve të Bashkuara Izraelit dhe Iranit të çonte në rrezimin e një avioni civil. Kjo pa marrë parasysh rolin e rebelëve Huthi të Yemenit, të cilët kanë qelluar vazhdimisht raketa në zonë. Autostrada e dytë, ajo qendrore, kalon nëpër Turqi, mbi Irak dhe të çon në Gjirin Persik, zakonisht me shumë trafik, veçanërisht nga operatorët në zonë, duke përfshirë Emirates dhe Qatar Airways, por sot është ndaluar sepse kalon pikërisht mbi Iranin dhe Gadishullin Arabik, një vend i përsosur për shkëmbim zjarri. Autostrada e tretë për linjat ajrore europiane është ajo veriore dhe shtrihet përgjatë gjithë Gadishullit Anadol, pastaj vazhdon drejt Armenisë, Azerbajxhanit, detit Kaspik, Turkmenistanit, Afganistanit, Pakistanit, Indisë dhe më gjerë. Është një korridor që zbut pasojat e ndalimit të hapësirës ajrore ruse më shumë se çdo korridor tjetër, por në këmbim kërkon fluturim mbi një vend si Afganistani në kontrollin e talibanëve. Dhe është pikërisht ky korridor që rrezikon të mbyllet. Për disa ditë Pakistani dhe Afganistani kanë shkëmbyer sulme ndërkufitare veçanërisht nga ajri. Autoritetet e kontrollit të trafikut ajror dhe linjat ajrore do të duhet të vendosin nëse do ta shmangin zonën apo të vazhdojnë të fluturojnë mbi të. Një fluturim nga Evropa në Azi mund të bëhet duke kaluar në perëndim mbi Grönland, Kanada dhe Alaskë dhe më pas duke zbritur drejt paqësorit, por kjo nuk është një zgjidhje e zbatueshme për të gjithë transportuesit. Do të zgjasë ndjeshëm kohën e udhëtimit dhe për këtë arsye do të rriste kostot operative dhe mund të kërkonte një ndalesë për furnizim me karburant në Amerikën e Veriut. Sipas të dhënave të ofruara nga platforma e specializuar Sirium, mesatarisht 350 fluturime në ditë janë planifikuar midis Bashkimit Evropian dhe Azisë në të dyja drejtimet gjatë javës 2 deri në 8 mars. Të gjitha lidhjet kalojnë nëpër 2 korridoret e mbetura të hapura. Këto shifra përjashtojnë linjat ajrore kineze, të cilat vazhdojnë të fluturojnë nëpër hapësirën ajrore ruse për të arritur në Europë. Çmimet e naftës u rritën të hënën në mëngjes, ndërsa investitorët vlerësuan ndikimin ekonomik të sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Sulmet në të gjithë rajonin përfshi 2 anije që udhëtonin në ngushticën e Hormuzit kanë kufizuar aftësinë e vendeve për të eksportuar naftë në pjesën tjetër të botës. Çmimet e naftës u rritën të hënën në mëngjes, ndërsa investitorët vlerësuan ndikimin ekonomik të sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, të cilat shkaktuan hakmarrje të shpejtë nga Teherani, duke synuar asetet në disa vende të lindjes së mesme. Në tregtinë e ershme, çmimi një fuqie nafte të papërpunuar amerikane fillimisht u rrit me rreth 8%, më vonë u tregtua 5.9% më lart në $71 për fuqi. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 6.2% në $77.38 për fuqi. Tregtarët mendojnë se furnizimet me naftë nga Irani dhe vendet të tjera në lindjen e mesme mund të ngadalësoheshin ose të ndaleshin. Sulmet në të gjithë rajonin, përfshirë 2 anije që udhëtonin nëpër ngushticën e Hormuzit, kanë kufizuar aftësinë e vendeve për të eksportuar naftë në pjesën tjetër të botës. Afërsisht 1/5 e rrjedhave globale të naftës dhe gazit natyror të longshëm kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Ky nuk është një kanal i panjohur, është aorta e sistemit global të energjisë, ta një analist tregu. Një luftë e zgjatur mund të rezultojë në çmime më të larta për karburante të tjera dhe benzinë dhe të ndikojë negativisht në ekonominë globale, duke shtuar kostot e përgjithshme të prodhimit. Po kështu, ndërprerjet e zgjatura të rrjedhave të naftës përmes lindjes së mesme do kishin pasoja të mëdha për naftën dhe gazin e lëngshëm. Irani eksporton afërsisht 1.6 milion fuqi naftë në ditë, kryesisht në Kinë. Pekini mund të duhet të kërkojë furnizim diku tjetër nëse eksport
importet e Iranit ndërpriten, një faktor tjetër që mund t'i rrisë çmimet e energjisë. Megjithatë, Kina ka rezerva të mjaftueshme nafte deri në 1.5 miliard fuçi dhe mund të kompensojë një rënje të naftës iraniane duke rritur importet nga Rusia. Në tregtimet e tjera të hershme të SH-s, çmimi i arit që zakonisht shihet si një stres i sigurt në kohë pa sigurie, u rrit me 2.4% në rreth $5.371 për oncë. Për cilat mund të jenë pasojat ekonomike të luftës në Iran, Skan Televizion ju sjell një analizë që krahason krizën ekonomike të prodhuar në vitin 1979 me pasojat që mund të prodhojë lufta e sotme. Në vitin 1979, një revolucion politik në Iran u kthye në një tronditje ekonomike globale. Pas muajsh protestash masive, Shahu Mohammad Reza Pahlavi u rrëzua dhe në pushtet erdhi Ayatollah Ruhollah Khomeini, duke shpallur Republikën Islamike. Ndryshimi i regjimit solli greva në industrinë e naftës dhe një rënje të menjëhershme të prodhimit. Në atë kohë Irani ishte një nga eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë dhe përfaqësonte rreth 7 deri në 8% të furnizimit global. Brenda pak muajsh, miliona fuqi në ditë u zhdukën nga tregu ndërkombëtar. Pasojat ishin të menjëhershme. Çmimi i naftës u dyfishua dhe karburanti u shtrenjtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë, duke prodhuar skena që nuk ishin parë asnjëherë në pikat e furnizimit. Inflacioni u përshpejtua ndjeshëm dhe ekonomitë e zhvilluara hynë në një periudhë të vështirë të quajtur stagflacion, një kombinim i rrallë i rritjes së dobët ekonomike me çmime në rritje. Në Shtetet e Bashkuara, inflacioni arriti mbi 13% në vitin 1980. Banka Qendrore Amerikane në drejtimin e Paul Volcker rriti normat e interesit në nivele rekord për të frenuar inflacionin, duke shkaktuar një recesion të thellë. Kriza e 1979-s tregoi sa e varur ishte ekonomia globale nga energjia lindjes së mesme dhe sa shpejt mund të përhapej një tronditje politike në tregjet financiare. Sot situata është e ndryshme në disa drejtime thelbësore, por ka edhe ngjashmëri të qarta. Ndryshe nga 1979, Irani nuk ka më të njëjtën peshë në prodhimin global të naftës. Sot ai përfaqëson rreth 3% të furnizimit botror, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë bërë një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë fal teknologjisë së nxjerrjes së naftës. Ekonomitë e zhvilluara janë gjithashtu më eficiente energjikisht pasi prodhojnë më shumë me më pak energji se sa në vitet 70. Kjo do të thotë se një rënje drejt për drejt e prodhimit iranian sot nuk do të kishte automatikisht të njëjtin efekt dramatik si në 1979. Megjithatë, rreziku aktual nuk lidhet vetëm me sasinë e naftës që prodhon Irani, por me vendodhjen e tij strategjike. Një pjesë e madhe e naftës dhe gazit të botës kalon përmes Zgjerit Persik dhe ngushticës së Hormuzit, një korridor detar i ngushtë pranë brigjeve iraniane. Përhapja e luftës në këtë zonë dhe prekja e vendeve të tjera prodhuese si Arabia Saudite apo Emiratet e Bashkuara Arabe mund të bëjnë që tregu global të përballet me një rrezik shumë të gjerë se sa thjesht humbja e eksporteve iraniane. Këtu qëndron ndryshimi kryesor mes 1979-s dhe situatës së sotme. Atëherë kriza erdhi nga mungesa fizike e prodhimit iranian. Sot kriza potenciale vjen nga rreziku që të destabilizohet e gjithë infrastruktura energjetike e rajonit. Tregjet moderne reagojnë jo vetëm ndaj asaj që mungon, por edhe ndaj asaj që mund të mungojë. Vetë pasiguria rrit çmimet e naftës, kostot e sigurimeve dhe tarifat e transportit. Nëse konflikti mbetet i kufizuar dhe nuk prek rrjedhat kryesore të energjisë, ndikimi ekonomik mund të jetë i përkohshëm. Luhatje në çmime, tensione në tregje financiare dhe presioni moderuar inflacionist, por nëse përshkallëzimi shtrihet në të gjithë Zgjerin Persik, atëherë efektet mund të përfshijnë rritje të fortë të çmimeve të energjisë, rritje të inflacionit global dhe ngadalësim të rritjes ekonomike veçanërisht në Europë dhe Azi, që varen nga importet e energjisë. Pra ndërsa kriza e 1979-s ishte një tronditje klasike e ofertës nga një prodhues i madh, situata e sotme është një provë e qëndrueshmërisë së një sistemi global shumë më të ndërlidhur. Në një botë ku energjia, financa dhe transporti janë të lidhura ngushtë, edhe pasiguria mund të ketë pasoja të mëdha. Izraeli nisi sulme të reja ajrore ndaj militantëve të Hezbollah të mbështetur nga Irani në Liban. Izraeli kreu sulme ajrore në periferinë jugore të Beirutit të kontrolluar nga Hezbollah. Izraeli nisi sulme të reja ajrore ndaj militantëve të Hezbollahut të mbështetur nga Irani në Liban, ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump sinjalizoi se sulmi ushtarak amerikan në Izraelit ndaj objektiveve iraniane mund të vazhdojë për javë të tëra. Izraeli tha se po sulmonte vende të lidhura me militantët musliman të Hezbollahut në Liban, një nga aleatët kryesor të Teheranit në lindjen e mesme, pasi Hezbollahu pranoi se kishte lëshuar raketa dhe dron drejt Izraelit në hakmarrje për vrasjen
e udhëheqësit suprem të Iranit. Izraeli kreu sulme ajrore në periferikë jugore të Beirutit të kontrolluara nga Hezbollahu me mbi 10 rashpërthime që të rënditën kryeqytetin libanez. Izraeli tha se goditi gjithashtu militantë të lartë të Hezbollahut pranë Beirutit. Sulmet midis Hezbollahut dhe Izraelit, të cilat vinë pas një armë pushimi të ndërmjetësuar nga SBA-ja në vitin 2024, zyrojnë konfliktin që është përhapur në lindjen e mesme, që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli sulmuan Iranin të shtunën, duke rritur çmimet e naftës dhe penguar udhëtimet ajrore. Ushtria izraelite tha se Hezbollahu ishte plotësisht përgjegjës për çdo përshkallëzim dhe paralajmëroi banorët e 10 fshatrave në Libanin jugor dhe lindor që të evakuohen. Pas vdekjes së Khameneit, Irani përballet me një vakum pushteti që mund ta lërë atë në kaos, por administrata Trump nuk ka përcaktuar qëllime afatgjata për vendin. Garda revolucionare e Iranit tha të dielën se kishte goditur 3 anije cisternash amerikane dhe britanike në gjyrin persik dhe ngushticën e Hormuzit dhe kishte sulmuar bazat ushtarake në Kuvajt dhe Bahrein me dron dhe raketa. Të dhënat e transportit treguan qindra anije përfshirë anije cisterna nafte dhe gazi që kishin hedhur sperancat, ndërsa tregtarët presin rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës bruta. Një sulm me dron goditi bazën e forcave ajrore mbretërore britanike në Qipër gjatë natës, duke shkaktuar dëme të kufizuara dhe pa viktima. Të dielën, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar tha se Britania kishte pranuar një kërkesë të SBA-s për të përdorur bazat e saj për sulme mbrojtëse. Një sulm me dron goditi bazën e forcave ajrore mbretërore britanike në Qipër gjatë natës, duke shkaktuar dëme të kufizuara dhe pa viktima, thanë të hënën presidenti Qipriot dhe Ministria e Mbrojtjes e Britanisë. Sulmi i parë ndaj objektit ushtarak britanik përfaqëson një përshkallëzim të dukshëm të konfliktit. Presidenti tha në një fjalim televiziv se mjeti ajror pa pilot i tipit Shahed shkaktoi dëme të vogla kur rrëzua në objektet ushtarake në orën 12:03 të mëngjesit dhe të gjitha shërbimet kompetente të Republikës janë në gatishmëri të plotë operacionale. Dua të jemi qartë, vendi ynë nuk merr pjesë në asnjë mënyrë dhe nuk ka ndërmend të jetë pjesë e ndonjë operacioni ushtarak, tha presidenti. Nuk ishte menjëherë qartë se nga ishte qelluar avioni Shahed i prodhuar në Iran. Dy burime, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se bazat britanike kapën një dron të dytë, ndërsa fazat konsiderohen si territor sovran britanik dhe Qipëri është anëtare e Bashkimit Evropian, duke mbajtur tani presidencën e radhës së bllokut. Akrotiri në jugperëndim të qytetit bregdetar të Limassolit është një nga dy bazat që Britania ka mbajtur në ish koloni që nga pavarësia në vitin 1960. Përveç objekteve ushtarake, aty ndodhen edhe familjet e personelit në shërbim. Akrotiri, vendosur në një ngadishull në formë katrore në majën jugore të Qipërës, është përdorur në të kaluarën për operacione ushtarake në Irak, Siri dhe Yemen. Të dielën, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se Britania kishte pranuar një kërkesë të SBA-s për të përdorur bazat e saj për sulme mbrojtëse kundër raketave iraniane në depot ose raketat lëshuese. Flasim për zhvillimet nga vendi. Industria ushtarake në Shqipëri pritet të krijojë 326 vende të reja pune këtë vit, kryesisht për inxhinier dhe ekspert teknik në kuadër të nisjes së prodhimit të municioneve, uniformave dhe dronëve. Nga rivitalizimi i industrisë ushtarake, në Shqipëri pritet të krijohen 326 vende të reja pune këtë vit, në gjysmën për të cilave kërkohen inxhinier. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, ka nisur faza rekrutimit të 49 inxhinierëve dhe 68 ekspertëve teknik. Megjithatë, nuk mungojnë as pozicionet mbështetëse si financierët, ekonomistët dhe juristët. Ministria e Mbrojtjes po bashkëpunon me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit që këta profesionistë, pra të paktën ekspertët teknik, të përzidhen nga shkollat profesionale më të mira në vend. Ndërkohë, inxhinierët do të përzidhen në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe fakultetet të tjera. Në total, parashikimi është që rreth 1000 familje të jetojnë përmes kësaj industrie. Punonjësit e rekrutuar në këtë fazë do të jenë në shërbim të prodhimit të municioneve, uniformave dhe dronëve. Për afatet e rekrutimeve janë në përputhje me afatet kur do të nisë prodhimi i municioneve, uniformave dhe dronëve në vend. Sipas deklaratave të mëparshme nga Ministria e Mbrojtjes, 12 inxhinierë dhe personel teknik po rekrutohen për dronet quadcopter,
që të prodhohen në mes të prillit. Në maj përfundon ndërtimi i fabrikës së tekstileve në zonën e Baburus për prodhimin e uniformave, ndërsa korriku është muaji nisi së prodhimit të municioneve të para. Kompania Timac Defense ka nënshkruar gjithashtu një marrëveshje me MAN, bie kompanisë gjermane Rheinmetall, ndër më të mëdhat në Evropë për prodhimin e armëve. Në rastin tonë, marrëveshja është për prodhimin e mjeteve të transportit të komandës mbështetëse. Kryeministri Rama ka paraqitur presidentit Republikës Barabegaja propozimet për ndryshimet në kabinetin qeveritar. Procedura kushtetuese parashikon 7 ditë afat për dekretimin e ministrave. Kryeministri Edi Rama i ka paraqitur presidentit të Republikës Bajram Begaj propozimet për ndryshimet në kabinetin qeveritar. Procedura kushtetuese parashikon 7 ditë afat për dekretimin e ministrave. Nga 17 portofol në strukturën e kabinetit, 6 kanë ndryshuar drejtues ose 35.3% e qeverisë. Nga këto 6 lëvizje, 4 janë zëvendësime të plota, ndërsa 2 janë ripozicionime të brendshme. Enea Karakaçi zëvendëson Belinda Balluku në infrastrukturë dhe energji. Ferit Hoxha zëvendëson Elisa Spiropalin në punët e jashtme. Ermal Nufi zëvendëson Piero Vengu në mbrojtje, Eriona Ismaili zëvendëson Toni Gogu në marrëdhëniet me parlamentin. Ndërkohë, kemi 2 lëvizje të brendshme. Besfort Lamallari kalon nga drejtësia në Ministrinë e Brendshme dhe Toni Gogu kalon nga marrëdhëniet me parlamentin në drejtësi. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është ndarja e funksionit të zëvendës kryeministrit nga portofoli i infrastrukturës dhe energjisë. Më herët, ky funksion ishte i përqendruar në një figurë të vetme, Belinda Balluku. Tashmë kemi një model të ri ku Albana Koçiu merr funksionin e zëvendës kryeministres, ndërsa Enea Karakaçi merr Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Zyra e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale ka përfunduar për të 6-ën vit radhazi procesin e monitorimit të transparencës proaktive të autoriteteve publike në Republikën e Shqipërisë, ku rezulton se për vitin 2025 me shumë gjasa, më shumë se gjysma autoriteteve publike paraqesin një transparencë të lartë. Më shumë se gjysma e institucioneve publike në vend vlerësohen me transparencë të lartë ndaj qytetarëve. Zyra e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale ka përfunduar për të 6-ën vit radhazi procesin e monitorimit të transparencës proaktive të autoriteteve publike në Republikën e Shqipërisë. Në përfundim të monitorimit rezulton se mbi numrin e përgjithshëm prej 284 autoritete publike të monitoruara gjatë vitit 2025, me ngjyrë të gjelbër apo e thënë ndryshe me nivel transparencë të lartë, rankohen 149 autoritete publike ose 52.5% e totalit. Me ngjyrën e bardhë apo nivel transparenca mesatare, rezulton 102 autoritete publike ose rreth 35.5% e totalit. Dhe me ngjyrën e verdhë apo nivel transparenca të ulët, listohen 32 autoritete publike ose 11.5% e totalit. Ngjyrë e kuqe me nivel transparence minimale, rezulton vetëm një autoritet publik ose 0.5% e totalit. Nga krahasimi i statistikave të indeksave për vitin 2025 dhe atë 2024, Zyra e Komisionerit konstaton se ka një përmirësim të transparencës proaktive të autoriteteve publike, e cila reflektohet edhe tek numri i atyre të kategorizuara me transparencë proaktive të lartë nga 112 në 149. Në kategorinë e autoriteteve publike të listuara me transparencë proaktive mesatare, konstatohet një rënje e lehtë e numrit nga 111 në 102. Për grupin e institucioneve që janë kategorizuar me transparencë proaktive të ulët, shifrat flasin për një rritje të numrit nga 26 në 32, ndërsa në kategorinë e fundit me transparencë proaktive minimale, shifrat flasin për një zbritje nga 2 në 1. Sipas raportit, rritja e numrit të autoriteteve publike të monitoruara nga 251 në 284 e vlerësuar në 13%, ashtu si dhe e treguesve nga 12 në 16, në thelb paraqesin panoramë më të mirë për sa i përket transparencës proaktive. Komuniteti i Energjisë ka vlerësuar së fundmi Shqipërinë pasi ka dhënë një mesazh të qartë për dekarbonizimin. Sektori i ngrohjes dhe i ftojes përbën rreth 1/3 e konsumit final të energjisë në vend, ndërsa burimet e rinovueshme mbulojnë aktualisht vetëm 22 deri 23% të kësaj kërkese.
Vendi ynë ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Evropian në fushën e eficiencës së energjisë, pasi ka dorëzuar pranë Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë dokumentin e angazhimit për dekarbonizimin e sektorit të ngrohjes dhe ftohjes. Sektori ngrohjes dhe ftohjes përbën rreth 1/3 e konsumit final të energjisë në vend, ndërsa burimet e rinovueshme mbulojnë aktualisht vetëm 22 deri 23% të kësaj kërkese. Këto të dhëna nënvizojnë potencialin e madh të pashfrytëzuar dhe rëndësinë qendrore të këtij sektori në rrugëtimin e vendit drejt uljes së emetimeve dhe transformimit të sistemit energjetik. Sipas Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, një sër teknologjisht të pastra rezultojnë ekonomikisht të favorshme dhe mund të përshpejtojnë modernizimin e sektorit. Panelet diellore identifikohen si opsioni kryesor për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar, ndërsa kombinimi i tyre me pompat e nxehtësisë sjell përfitime të shtuara ekonomike. Për ngrohjen e ambienteve, pompat e nxehtësisë përmenden si teknologji tranzicioni me rendiment të lartë. Në shkallë të gjerë, sistemet e ngrohjes qendrore me biomasë ose zgjidhjet hibride që ndërthurin panele diellore me pompat e nxehtësisë rezultojnë ndër opsionet më kosto efektive për zonat urbane. Dorëzimi i dokumentit të vlerësimit krijon bazën e nevojshme analitike për zhvillimin e politikave afatgjata, planifikimin e sektorit dhe orientimin e investimeve. Sekretariati e përshëndeti angazhimin e Shqipërisë, duke vënë në dukje se dokumenti dërgon sinjale të qarta për partnerët e zhvillimit, institucionet financiare dhe investitorët privat lidhur me mundësinë që ofron rajoni për projekte të gjelbra në sektorin e ngrohjes dhe ftohjes. Shoqata e siguruesve të Shqipërisë paralajmëron se rritja e fatkeqësive natyrore dhe niveli i ulët i sigurimit të pronës po ekspozojnë ekonominë shqiptare ndaj kostove të larta, ndërsa një dokument i Bordit të Risigurimeve pranë Insurance Europe kërkon forcimin e tregut privat në vend të skemave shtetërore të centralizuara. Rritja e fatkeqësive natyrore dhe ekspozimi gjithnjë më i madh i ekonomisë shqiptare ndaj tyre, por rikthen në vëmendje nevojën për një model të ri mbrojtjeje financiare. Nga shoqata e siguruesve të Shqipërisë theksohet se ndryshimet klimatike, urbanizimi i shpejtë dhe rritja e vlerës së pronave kanë shtuar ndjeshëm rrezikun për qytetarët dhe bizneset, ndërsa niveli i sigurimit të pronës në vend mbetet i ulët. Në këtë kuadër, një dokument strategjik i Bordit Këshillimor të Risigurimeve pranë Agjencisë Evropiane të Sigurimeve nënvizon se boshllloku i mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore duhet të mbyllet duke forcuar tregun privat të sigurimeve dhe risigurimeve, jo duke zëvendësuar atë me skema shtetërore të centralizuara. Sipas analizës, tregu privat ka kapital dhe ekspertizë për të përballuar riskun, por pengesa kryesore mbetet mungesa e kërkesës për sigurim dhe pritshmëria e përhapur se shteti do të ndërhyjë gjithmonë për të kompensuar dëmet. Ekspertët rendisin disa arsye pse kultura e sigurimit në Shqipëri mbetet e ulët. Niveli i kufizuar e edukimit financiar, të ardhurat relativisht të ulëta që i bëjnë familjet të fokusohen të shpenzimet bazë, mungesa e besimit ndaj institucioneve dhe kompanive të sigurimit, si dhe përvoja vazhdueshme ndërhyrjeve shtetërore pas katastrofave, që ka krijuar perceptimin se sigurimi privat nuk është i domosdoshëm. Përvoja tërmeti të vitit 2019 tregoi se kur sigurimi është i kufizuar, bara financiare bie kryesisht mbi buxhetin e shtetit dhe donacionet ndërkombëtare, duke krijuar presione fiskale afatgjata dhe duke ngadalësuar rimëkëmbjen ekonomike. Për Shqipërinë, rekomandimet përfshin rritjen e penetrimit të sigurimit të pronës, integrimin e tij në kredit hipotekore, forcimin e edukimit financiar dhe përmirësimin e standardeve të ndërtimit. Një treg sigurimesh më i fortë, theksojnë ekspertët, do të ulte ndjeshëm barën mbi financat publike dhe do të rrisë të qëndrueshmërinë e ekonomisë përballë goditjeve të ardhshme. Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi ndërtimin e një databaze për kërkimin shkencor. Alban Xhelaj nga Rrjeti Akademik Shqiptar tregon se kjo databazë i shërben transparencës, ndihmon kërkuesit dhe është një direktivë nga Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të integrimit. Qeveria ka miratuar krijimin e sistemit shqiptar të informacionit të kërkimit shkencor i njohur si AKRIS, një regjistër kombëtar që do të mbledh dhe centralizojë të dhënat mbi projektet, kërkuesit dhe institucionet shkencore në vend. Arjan Xhelaj nga Rrjeti Akademik Shqiptar tregon se janë bërë disa përpjekje për krijimin e databazës, ndërsa sqaron se hapi i parë për ndërtimin e një databaze kombëtare është mbledhja e të dhënave nga universitetet. Po, databaza kombëtare e kërkimit shkencor ka qenë parashikuar nga ligji për arsinë e lartë e kërkimit shkencor i vitit 2015. Më të cilën është punuar ndër vite se si mund të themi konfiguroj kjo. Ka pasur iniciativë rreth vitit 2018 kur krijoa edhe një portal për statistikë e kërkimit shkencor, për të krijuar themi një census të kërkimit shkencor, i cili kërkonte në atë kohë
nga Bashkimi Evropian edhe për fillimin e presin e tratative dhe pjesën ku kishin ngelur në procesin e screening, pasi mungonin këto dëna. Sugjerimi do ishte që TESE të avancojë me databazat të mundëstare, të cilat do i shërbejnë databazës kombëtare, pasi kërkimi shkencor është një punë e përditshme në universiteteve. Por çfarë përfitimesh ka për kërkuesit ndërtimi i databazës? Prodhojnë raporte, bëjnë vlerësime të brendshme, si të shërbejnë vetëm universitetet për dhënë iniciativa të ndryshme për këta kërkues, si në aspektin financiar, po ashtu dhe në aspektin e karrierës akademike. Shpërndarja e këtij në nivel kombëtar do bëhet mundur që këto dhëna pasi shëmblen në universitetet kombëtar të furnizohen platformë që do të krijohet në të ardhmen akres. Ne kemi filluar pilotimin para disa kohësh në Universitetin e Durrësit. Jemi në tratativë me Universitetin e Tiranës, do bëjmë aty prezantimet e parë për pilotimin aty dhe pastaj pak nga pak mendojmë që të avancojmë në çdo universitet tjetër, duke bërë të mundur që universitetet vetë të kenë një instrument për mbledhjen e dënave kërkimit shkencor për gjithë stafet e tyre kërkimor dhe pedagogjik. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka disa kërkesa specifike sa i përket kërkimit shkencor, të cilat vendi ynë i ka kthyer në objektiva brenda vitit 2030. Po instrumentet e financimit të brendshëm varet nga politikat shtetërore, të cilat kanë vënë një target caktuar për të arritur një nivel financimi kërkimit shkencor deri 1% me sa di unë brenda vitit 2030, që është një objektiv shumë temi ambicios, duke pasur parasysh edhe vetë PBA-ja e Shqipërisë është rritur ndër vite, por nëse do të arrijmë këtë do të ishte një financim shumë i mirë, disa fishë asaj që është tani dhe është një iniciativë e mirë. Pritet të shikohet se sa do të realizohet, por është një mundësi më shumë për kërkimin shkencor. Tensionet e fundit në lindjen e mesme dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë shkaktuar lëkundje të forta në tregjet globale. Ekspertët ekonomisë paralajmërojnë se nëse situata zgjatet, efektet do të ndihen edhe në Shqipëri, kryesisht në sektorët e transportit dhe të shërbimeve. Është kjo tema trajtuar në rubrikën në brendësi të lajmit. Ju ftoj ta ndiqni, ndajemi këtu bashkë, mirupafshim. Tensionet në lindjen e mesme dhe bllokimi i ngushticës së Hormuzit po tërheqojnë tregjet ndërkombëtare dhe kanë impakt të drejtë për drejtë edhe në ekonominë tonë. Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata vazhdon për një kohë të gjatë, pasojat mund të jenë serioze deri te efektet zinxhir në sektor të ndryshëm të ekonomisë shqiptare. Në fakt nuk ka shumë kohë që ngushtica e Hormuzit është, le të themi, është mbyllur nga Irani. Por, e vërteta është që nëse kjo do gjasi për shumë kohë, atëherë do të krijojë disa komplikime serioze. Ndikimi i parë duket që me hapjen e bursave këtë fillim jave, të cilat janë rritur të paktën deri në 9%, nisur nga ajo çfarë ishte javën e kaluar. Dhe natyrisht bursat janë më të ndjeshme pasi presin jo vetëm atë çfarë ndodh brenda momentit, por atë çfarë pritet të ndodhë. Mirë po, ajo çfarë intereson më së shumti se si kjo do të reflektohet në tregun ton që e jep disa ditë me vonesë, dhe kjo varet sidomos nga ato ku merr burimet e furnizimit, por dhe nga rezervat e sigurisë, të cilat në një farë mënyre përdoren pikërisht për raste të tilla për të amortizuar rritjen e çmimeve. Por çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? A do të rriten çmimet e energjisë, të karburanteve apo edhe të shërbimeve të përditshme? Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata zgjat për një kohë të gjatë, pasojat mund të jenë serioze, duke prekur jo vetëm tregjet, por edhe jetesën e përditshme të qytetarëve. Pikë së pari do të sjellin një çmime të naftës dhe të energjisë, sepse një pjesë e energjisë prodhohet nga nafta. Dhe nëse edhe vendi jon do ketë nevojë për import të energjie, do ta marrim edhe më shtrenjtë. Elementi i dytë, natyrisht tham nafta dhe në vetvete, nëse kjo ngushticë ngelet e bllokuar për 2-3 ditë nuk do të ketë probleme reale. Por nëse ky bllokim do vazhdojë mbi 2 javë, atëherë do të fillojmë të kemi problematika konkrete dhe rritje të çmimit. Natyrisht që në qoftë se kjo situatë do të vazhdojë të mbetet e tillë, do të kemi një reflektim të paktën brenda këtij periudhe që po flasim në një nivel rritje çmimesh 10 deri në 15%, nisur kjo nga ato përvoja dhe analiza të kaluara të cilat kanë ndodhur nga ndikimet e faktorëve të jashtëm. Nga ana tjetër, ajo çfarë është më e mpret është efekti zinxhir që do të jap
qoftë në ekonominë e tremujorit të parë, por dhe vazhdimsinë e tremujorit të dytë në aspektin e rritjes së inflacionit përgjithshëm, i cili ndikohet më së pari nga sektorë si transporti edhe sektorët që kanë lidhje me të shërbime tregtie, duke ndikuar qoftë baza e shërbimeve tregtie të biznesit e tyre, por qoftë edhe të prodhimi. Nga ana tjetër do të jetë ndikimi direkt zinxhir edhe te ato lloj industrish apo sektorësh që përdorin karburante dhe kryesisht rritjen e çmimeve energjetike, pasi Shqipëria importon një pjesë të energjisë, me qëllimin që të jetë e tillë që të ndikojë në një nivel të pranueshëm. Natyrisht janë familjet ato që paguajnë gjithë këtë efekt dhe rritja e një inflacioni do të jetë një goditje më e madhe, kuptohet, për ato kategori që kanë të arë, të ulta, apo në ato që konsiderohet si minimum jetik. Kjo do të thotë se çmimet nuk prekin vetëm karburantin, por një zinxhir të tërë shërbimesh dhe prodhimesh, duke bërë situatën më të ndjeshme për qytetarët, por në Shqipëri, kur do të jenë ndikimet e para nëse ngushtica e Hormuzit do të jetë gjatë e mbyllur? Në një vend ku funksionin institucionet, duhet 2 javë. Ku funksionojnë edhe pas gjysmore, mund të kemi një rritje çmimesh në ndonjë benzinat për qefin ton, kur i thonë. Kjo është normaliteti. Dhe mos harrojmë që normalisht 2 javë deri në 2 muaj duhet jenë furnizimet që vendi ka. Pra teorikisht ti nuk duhet që ta ndryshosh çmimin, sepse rezervën e ke bler me çmimin e kaluar. Për rezervat e ardhshme do të ishte një problematik tjetër. Pra kjo është situata. Unë do të kërkoja të isha optimist, pikërisht për arsye se nuk ka njeri leverdi nga ata që kanë sulmuar, që ta mbajnë ngushticën e bllokuar. Përkundrazi kanë leverdi që ajo të lirohet një orë më parë. Sipas Altax, masat konkrete të rekomanduara për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve të naftës dhe energjisë në Shqipëri duhen nisur nga ndërtimi dhe mbushja e rezervave strategjike të naftës, subvencionet e synuara për energjinë, politika fiskale të kujdesshme, për shpejtimi i investimeve në energji të rinovueshme, si dhe diversifikimi i burimeve dhe tregjeve të furnizimit.